Kandidati për deputet i koalicionit Euroatlantik Eduard Ndoce ka zhvilluar një takim të veçantë me qytetarët në vendlindjen e tij Manati, i shoqëruar nga skuadra e kandidatëve dhe përfaqësues të tjerë të këtij grupimi politik. Ndoce u mirëprit ngrohtësisht nga bashkëshatarët dhe mbështetësit e shumt. Gjatë fjalës së tij ai theksoi rëndësinë e përfaqësimit dinjitos të qytetarëve të Lezhës në kuvend dhe për kushtimin e tij për të çuar përpara një program që përqafon vlerat euroatlantike, zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e infrastrukturës lokale. Sot unë kam këtu gjithë katolikë, sepse kam përfaqësues çdo familje Manatie. Unë mendoj se nga Manatia lindin gjithmonë deputet. Dhe kanë dalë nga kushet gjithë deputet e kandidatë. Ne sot kemi përballë dy forca politike. Kemi përballë dy forca sepse kanë dy tarja, se teknikisht është një forcë politike. Teknikisht është vetëm një forcë politike që ka lindur në 45-ën. Partia Punë Shqipërisë ndan dy deg, dy motra të errta. Zoti Berisha, siç e quajnë kryeministri Rama, bufi knetës, do në vërtet është tillë, dhe unë desha ta falenderoj publikisht. Zoti Berisha se ma hoqi një loftë me pjesën, po e them, një mund të heshte për babën ishte e jashtëzakonshme se një kryeministër, një president për figurën më të lartë të një institucioni fetar më të lartë përdor një gafë të tillë. Por nuk është e para herë që ai bën gafë, ai ka bërë me qindra. Kjo është më e lehtë që i ka bërë Shqipërisë, më e lehtë që i ka bërë vendit, sepse gafat e tij kanë qenë gjithmonë gjaktese. Kryeministri i Shqipërisë u thot fëmijëve, shkoni më shihni mua nudë. Shofish një mosë nudë, kjo është ai s'u dalë televizor vesh teknikisht sepse ai është të shtuar vesh sot, por të thaj fëmijëve, shkojmë të hini në YouTube, do shihni Edi Ramën se gjeni nudo, kjo është ajo që kam rritë sot politika shqiptare. Është njëri më probleme mendore dhe me dokumente se që ka qenë Berisha, sepse është kuru që moshën 20 vjeçare për probleme mendore, por ka arritur një status që ati si bën më problem fjala, si bën më problem ofendimi, sharnë nënat militore, sharnë mbotat militore, sepse ti thush grade militore se keni gjysmë e burrë budallë, kjo është në vërtet e pafashur për një kryeministër, për një njeri që mendon marrë pushtetin për vetë katër. Por jam plotësisht i bindur se vota juaj është në të vërtetë me datën 11 maj kundër këtij të dy. Ky takim shënon një moment kyç në fushatën elektorale të koalicionit Euroatlantik në këtë qark, duke reflektuar jo vetëm lidhjen e fortë kandidatit Eduard Ndoce me komunitetin, por edhe rritjen e besimit të qytetarëve në alternativën që ai përfaqëson.